Mirëmëngjesi, atëre në lidhje me dy vendimarrjet e fundit të KAS për sipas të cilëve është urdhëruar rinumërimi i votave për subjektet dhe për kandidatët për dy njësitë zgjedhore, dy qarqe, qarkun Tiranë dhe qarkun Fier. Po ju jap disa informacione të karakterit teknik në lidhje me organizimin e këtij procesi. Ky proces do të realizohet nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra në dallim me këtë proces të zhvilluar pas përfundimit të votimit dhe nxjerrjes së rezultatit, i cili si proces dhe si procedurë është realizuar nga numërues dhe komisioner të caktuar nga partitë politike. Në këtë rast, i gjithë procesi do të realizohet nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, partitë politike nuk kanë asnjë lloj angazhimi në këtë proces. Sikurse mundet ta keni konstatuar, KAS ka ardhur në këtë vendimarrje me kërkesë të dy anëtarëve të këtij organi, pasi janë vlerësuar pretendimet të subjekteve zgjedhore dhe të kandidatëve për deputet, bazuar këto pretendime në gjithë dokumentacionin që i është vënë në dispozicion atyre prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më së pari prej pamjeve filmike të cilat ne ju kemi vënë në dispozicion. E them këtë për të evidentuar faktin që sistemi i administrimit, i mbikëqyrjes të procesit të numërimit dhe të tabelimit të rezultatit të zgjedhjeve ka funksionuar ashtu sikurse do duhet të funksiononte, sepse bazuar në ato të dhëna, ju është krijuar mundësia kandidatëve të ndryshëm për të ngritur pretendimet. Tani ngelet për të parë se sa këto pretendime qëndrojnë pas një rivlerësimi që do t'i bëhet këtij procesi, i cili është i gjiti kompetencë e KAS-it për të zhvilluar. Pra do të jetë KAS-i i cili do të vendosi dhe do të disponojë mbi çdo element të këtij procesi i rinumërimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ose gjejsisht administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të realizojë nga pikpamja teknike këtë proces. Dhe bëhet fjalë për rinumërimin e po fiks 610.301 vota për të dy qarqet, për qarkun e Tiranës edhe për qarkun e Fierit. Procesi kemi menduar, ose parashikojmë më mirë themi, të filloj të hënën ose ndoshta të martën e javës që vjen. Është dashur ditë për ta përgatitur pra pak më shumë se një javë këtë proces, pasi kërkon një përgatitje logjistike dhe njerëzore gati të ngjashme me atë të procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave të zhvilluara pas përfundimit të procesit të votimit. Dhe në fakt në një kohë rekord kemi dalë që ta kemi gati gjithë infrastrukturën dhe kapacitetet njerëzore për ta filluar këtë proces, sikurse thash të hënën ose të martën e javës që vjen. Procesi do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti. Kemi dashur që ta zhvillonin këtë proces në ambientet e Parkut Olimpik, po për shkak të rrethanave objektive aty është parashikuar të zhvillohet një kampionat europian i volejbollit dhe qartazi kemi qenë të detyruar të shikoni një opsion tjetër dhe thjesht për ta formalizuar, po 99.99%
ky proces do të zhvillohet te Pallati i Sportit Faria Hoti. Kemi parashikuar që të ngrihen rreth 24 ose 25 grupe numërimit të përbërë nga 2 antar të stafit të KQZ-s, të administratës së KQZ-s. Pjesa më e madhe e tyre do të jenë stafi i përhershëm, po do të ketë angazhime edhe nga stafi i përkohshëm në këtë proces. Kemi vlerësuar që e gjithë procedurat do të marrë të paktën për qarkun e Tiranës dhe për qarkun e Fierit, do të marrë ndërmjet 18 dhe 20 ditë, dhe për ta kuptuar se pse do të duhen kaq shumë ditë, ju sjellim në vëmendje disa shifra. Për qarkun e Tiranës, procesi i numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, pra pas datës 11 maj, ka angazhuar 208 grupe numërimi, pra 104 tavolina. Dhe për qarkun e Fierit, 46 tavolina ose 92 grupe numërimi që shkojnë gati 150 tavolina. Dhe duke qenë se ne kemi rreth 6 herë më pak tavolina, llogaritet që kemi 6 herë, do na duhet 6 herë më shumë kohë se sa u është dashur numëruesve të partive për të pak më pak kohë në fakt, për të numëruar dhe të vlerësuar votat dhe për të bërë tabelimin e rezultatit. Këto janë pak a shumë informacionet më të rëndësishme të cilat do donim të ndanim me ju. Edhe njerë e theksoj që ky proces është një proces i cili është kompetencë e plot për të zhvilluar e kasit si organ. Do të jetë kasi i cili do të vendosi mbi çdo element të këtij procesi, përfshi edhe vlerësime mbi fletët caktuara të votimit gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit të tyre nga grupet e numërimit të përbërë nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po, pyetje? Zoti Celibashi, duke qenë se ju dha disa shifra që lidhen me procesin e rinumërimit të votave në Tiranë dhe në Fier, a ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe një shifër se sa i kushton në aspektin financiar procesi i rinumërimit në këto dy qarqe? Jemi duke përfunduar, besoj sot bëjmë një vlerësim të plot, por nuk do të angazhoj fonde të tjera shtesë, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të kërkoj fonde shtesë për këtë proces. Kemi kursyer mjaftueshëm fonde nga procesi i votimit nga jashtë, nga kontrata që kemi patur me operatorin, që kemi me operatorin e shërbimit postar, po dhe aspektet të tjera të këtij procesi, po dhe të procesit zgjedhor në tërësi. Dhe nga një vlerësim paraprak që ka bërë stafi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk do të kemi nevojë për fonde shtesë për këtë proces. Komisioner, duke parë dhe parashikimet që ju thatë javës tjetër nis numërimin në Fier të Tiranë, po ashtu kohën që duhet të rinumëroni votat, kur parashikohet që të certifikoni rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit dhe a ka gjasa që ky proces të shtyhet për shkak edhe të ankimimeve të shumta të Partisë Demokratike, jo vetëm në KAS, por edhe të pritshmet në kolegjin zgjedhor, dhe çfarë ndodh në një skenar që nuk arrihet në kohë, paktën brenda korrikut, që të miratohet tabelat përmbledhëse bashkë me shpërndarjen e mandateve, pra si do të operohet? A shtyhet ky proces në vjesht? Jo, ne do të vazhdojmë pa ndërprerje, gjithë administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jetë në punë. Kemi anulluar edhe lejet vjetore për gjithë stafin e KQZ-s, për të qenë në punë edhe gjatë korrikut, edhe gjatë muajit gusht, me siguri që, sikur se thash, vetëm për këto dy qarqe do duhet ndërmjet 18 dhe 20 ditë për ta përfunduar procesin e numërimit, e rinumërimit të themi, dhe të rivlerësimit të fletëve të votimit. Shto këtu dhe ditët që do duhen pasaj për ankimet të mundshme në kolegjin zgjedhor,
Dhe duket që të paktën edhe gjysma e parë e muajit gusht do të na gjetë të angazhuar me procesin zgjedhor të 11 majit. Zoti komisioner, për të pasur një qartësi, 18 deri në 20 ditë pritet që të zgjasë e gjithë procesi, pra edhe Tirana dhe Fieri, apo vetëm një nga qarqet? Të dyja qarqet për 18-20 ditë, sepse kemi bërë një llogari duke kalkuluar numrin e tavolinave që kanë qenë në dispozicion për procesin numërimit fillestar. Kemi 6 herë më pak tavolina, kështu që logjikisht do duhet kemi 6 herë më shumë kohë që do të na duhet për ta bërë këtë proces. Pak më pak, sepse procesi i numërimit fillestar ka dhe disa veprime të tjera, të cilat procedurale, të cilat në këtë rast nuk janë nevojshme të kryen. Sipas kasit do të bëhet hapja e kutive të votimit, numërimi dhe rivlerësimi i fletëve të votimit që gjenden në këto kuti, vetëm kutit të votimit. Nuk do ketë hapje të kutive të materialeve zgjedhore. Komisioner, përshëndetje. Folet për rreth pothuajse 3 javë proces rinumërimi për Tiranën dhe Fierin. Ndërkohë që si kundër e tha edhe kolegja, procesi ankimive nuk ka mbaruar. Mund të kemi kërkesa dhe miratime nga kasi për rinumërim të qarqeve tjera. Pra çka e shtyn procesin e shpalljes së rezultatit përfundimtar, kolegji gjithë më radhë. Ju e mbani mend shumë mirë, komisioner, flas si kohë zgjatja, procesi nga dita e votimit deri në certifikimin, o zgjat pak ka shumë si 2021. Transparenca është e rëndësishme, por mund të bëhet në opinionin tuaj për të pasur një rezultat brenda fateve të themi ligjore, por edhe morale për të mos i lodhur dhe shumë njerëz. Nuk mund të komentoj të jap gjykimin dhe opinionin, sepse në fundit ky proces është një proces i cili administrohet nga një organ tjetër, pra nga KAS, dhe sa kohë që është në kompetencën dhe në kompetencën e tyre, më mirë ta them kështu, për të disponuar mbi ankimet, do duhet ta pranojmë dhe ta respektojmë këtë kompetencë dhe vendimarrjen rrjedhoje ushtrimit të kësaj kompetence. Dhe përsa kohë procesi është duke zhvilluar në përputhje me parashikimet e ligjësisë në formë ashtu edhe në përmbajtje në lëndë, besoj që jemi të gjithë okay, ose të paktën flas për vete. Dhe ndoshta një koment të vogël mund ta bëj në lidhje me atë çfarë thatë ju me transparencën, është shumë e rëndësishme. Është më mirë që të marrim kohë dhe të sqarojmë çdo pretendim, se sa të vlerësojmë që këto pretendime, qoftë edhe të rrëzuara nga pikpamje procedurale me shkak, është më mirë që të shqyrtohet. E me këtë rast mendoj që vendimi për të bërë një rinumërim apo rivlerësim, edhe në gjykimin dhe vlerësimin tim, është me dobi. Në fundit do të sqarohen të gjithë, edhe pse besoj ka qenë dhe një mënyrë tjetër për ta bërë këtë vlerësim, duke shqyrtuar pamjet filmike të përfituara gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave për subjektet zgjedhore. Por është e qartë që për subjektet zgjedhore kjo kërkon një angazhim të madh njerëzish edhe për t'i kqyrë ato filmime. Komisioner, pak më përpara folë për parat kursyera nga kontrata me operatorin postar, para që do shfrytëzohen për të mbuluar shpenzimet e rinumërimit. Sa para keni kursyera nga kontrata me DHL edhe këto parat kursyera do të thotë që procesi ka shkuar jo siç duhet ose keq? Cili proces? Procesi i votimit nga jashtë. Procesi i votimit nga jashtë pas një lloj droje, pas një lloj hezitimi, them që ka shkuar shumë mirë. Kuptoj dhe i kuptoj pretendimet e kujtdo subjekti zgjedhor në lidhje me këtë proces.
ka patur problematika, por duke kalkuluar dhe efektin e këtyre problematikave, mendoj që procesi i votimit nga jashtë është zhvilluar në mënyrë model. Episodet, veçanërisht ato të shpërndarjes zarfave në shtetin grek, me bindje, për mua, asesi nuk e cënojnë këtë proces. Për mënyrën se si u organizua ky proces, dhe në fundit, dhe për integritetin e këtij procesi. Jam i ndërgjegjshëm që për opozitën kjo gjë nuk qëndron kështu, por unë jam i bindur për këtë gjë. Dhe kursimi i parave në lidhje me procesin e votimit nga jashtë nuk e ka cënuar standardin e këtij procesi. Do thënë, ato problematikat evidentuara në Greqi nuk kanë lidhje me faktin që po të ishin paguar më shumë kompania DL, do ta kishte kryer shërbimin më mirë. Nëse nuk gaboj, janë tek rreth 1.5-2 milion euro të kursyera. Vetëm për pagesën e operatorit të shërbimit, për kontratën e lidhur me operatorin e shërbimit postar, po sigur se thash, kemi kursime edhe nga aspektet të tjera të procesit të votimit, përfshirë dhe për votimin brenda vendit. Edhe një pyetje. 3 milion, më thënë. Okay. Zoti Celibashi tha se ishte një proces model pavarësisht problematikave, sidomos në shtetin grek. Shpesh për këto problematika e keni treguar gishtin tek kompania postare DHL, po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a ka ndonjë përgjegjësi për problematikat e ngritura nga opozita, por edhe nga vetë emigrantët, sidomos nga shteti grek? Faleminderit. Po e filloj nga kjo e fundit. Ne kemi me qindra, ndoshta edhe me mira raste, dhe janë më shumë pa diskutim, ku zgjedhësit kanë marrë fletën e votimit, zarfin, në përputhje me gjithë protokollet e parashikuara, kanë votuar e kanë sjell fletën e votimit mbrapsht. Nuk e dim akoma dhe askush, përfshirë ata që kanë pretendime, jo vetëm parti politike në fakt, po ka edhe të tjerë që kanë patur pretendime lidhje me këtë proces, se sa është numri atyre të cilët nuk e kanë marrë zarfin, nuk kanë votuar të tjerë, ka shumë spekulim në këtë, për të qenë të vërtetë dhe të sinqertë. Ne kemi patur një përgjegjësi si institucion. Përgjegjësia kryesore lidhe me përzgjedhjen e operatorit të shërbimit postar. Mendoj që kemi zgjedhur më të mirë ose një ose dy më të mirët në botë, më të besuarit në kuptimin e integritetit, të cilësisë, profesionalizmit. Kjo ka qenë përgjegjësia jonë. Të zgjidhim atë që do duhet të zgjidhnim, duke e paguar këtë shërbim me sa më pak para që të ishte e mundur. Këtu ka përfunduar përgjegjësia jonë në një lloj mënyre. Pastaj edhe të ndërtojmë një kontratë të mirë në këtë rast. Kemi ndërtuar një kontratë, kemi përgatitur dhe kemi dakordsuar, më mirë ta them kështu, një kontratë shumë të mirë me operatorin e shërbimit postar. Është një çështje që nuk ka përfunduar akoma, ne jemi në një proces të vlerësimit të përmbushjeve të detyrimeve kontraktore të këtij operatori dhe në përputhje me gjetjet përkatëse do të disponojmë edhe mbi pagesat e merituara për shërbimin e ofruar. Por, janë dëshmitar me qindra dhe me mira votues, të cilët konfirmojnë këtë çfarë thash në lidhje me mënyrën e organizimit të këtij procesi votimi. Dhe krahasuar me shumë vende të tjera, nuk po flas për rajonin, se kjo është e padiskutueshme që standardi i organizimit pranuar dhe nga kolegët tanë rreth e përqark nesh, që është më lartë, por është
absolutisht i krahasueshëm dhe me standardin e një procesi të tillë të organizuar në vendet e demokracive perëndimore, pra në vendet me standard të lartë demokracie. Ka probleme, duhet të ulemi, t'i adresojmë problemet, kuptojmë se çfarë mund të ishte bërë më mirë, por jashtë modestisë, çfarë ka qenë, të themi, brenda kompetencës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është zhvilluar në përputhje të plot me ligjin po se po, por në kushtet e një transparence maksimale. Përfaqësues të partive politike, përfshirjet e opozitës kanë qenë prezent që nga sekundi 1 i fillimit të këtij procesi dhe deri në përfundim të tij. Tani problemet që lidhen me dërgesat postare, pra se ato mund qëndrojnë, ka nevojë që të adresohen nga institucionet e tjera, KAS, organet e ndjekjes penale, gjykata e të tjera si këto. Faleminderit.